Skuadra e Arsimit arriti fitore 4-2 kundër Bashkimit në ndeshjen e javës së 12 të ligës së parë të futbollit. Për golin e parë u prit deri në minutën e 36 kur sulmuesi vendas Alban Taipi kaloi Arsimin në epërsi. Por vetëm 2 minuta më vonë Bashkimi barazoi në 1-1 me golin e Resul Mehmetit. Rezultati në pjesën e parë ishte 2-1 me golin e shënuar nga Muhjedin Dardhishta e me 2 golat e Shefitit në minutën e 63 dhe 88 Arsimi e rriti epërsinë në 4-1, ndërsa rezultatin përfundimtar 4-2 e vendosi Emanuel Avornio në minutën e 92. Me fitoren e sotme Arsimi ngjitet në vendin e 6 me 15 pikë, ndërsa Bashkimi mbetet në pozitën e 5 me 19 pikë. Nesër do të luhen 2 duele, Maqedonia Gjorgje Petrov Struga dhe Rabotnički Tikvesh, ndërsa të mërkurën janë në program ndeshjet Brera Sileksi dhe Pelister Vardari. Për shkak të paraqitjes së Shkëndijës në Ligën e Konferencës, ndeshja Shkupi Shkëndija do zhvillohet më 15 nëntor.